dhe raste tjera. Unë shoh që drejtuesët më të lartë policisë që merren me krimin, pothuajse për ditë janë te prokuroria. Ta jap një fakt, se jam vetë fakte në këtë rast. Që ka një, unë po i quaj keq kuptim, ose mos rakordim, po në fakt është mos funksionim, sepse e shohim për ditë. Në rastin konkret, mbas emisionit që kemi qenë këtu para 2 javësh, unë jam shoqëruar, kam vajtë në prokurori, më është kërkuar, atë e ka marrë në pyetje oficeri policisë gjyqësore, prokurori. Më është kërkuar, domethënë mua të nxjerr unë nga e kam marrë unë informacionin, dhe ndërkohë në momentin që unë po shkoja në prokurori dhe më morën telefonat, u lirua piloti italian dhe ne është i lirë dhe sot, ai që ka ardhur për turizëm në Shqipëri, u thash ka ardhur për drogë. Po thonë është për turizëm, për mua inshallah është për turizëm. Nëse se kaluam në rast tjetër, po se merrem te ky. Dhe çfarë ndodh? Në të njëjtën kohë që unë shkoj atje, del në deklaratë një forcë politike dhe thot ka filluar hetimin e gazetarit filan, edhe prokuror të krimeve të rënda, që po ka një institucion në këtë vend që unë kam respekt, është gjykata e krimeve të rënda dhe prokuroria e krimeve të rënda. Si ka mundësi? Kush e njëjtoj? Tani, pyetja ime se doja të kaloj në një fazë tjetër se ne këtu. Që thoshte gazetari u shoqërua sepse thoshte ministri i brendshëm, dhe që këtu lind konflikti që kanë me njëri tjetër, sepse shiko, na sulmoi dhe ne për të bërë betejë politike me njëri tjetër. Betejën politike ata duhet ta zgjidhin në rrugë tjera. Por kur arrim, prandaj po them që ja ku është fakti konkret. Dhe kërkohet hapti telefona se ne duam të gjejmë me kë komunikon ti që ne ta sulmojnë, jo ta hetojnë, se i kanë prokuroria sot i ka të gjitha rrugët, ligji ja ka dhënë të gjitha mundësitë që të kryejë një hetim dhe të gjejë kush e dekonspiroi hetimin. Kush e dekonspiron hetimin? Thash, më thoni një rast që është hapur një galeri poshtë prokurorisë dhe kanë hyrë brenda, i kanë marrë kasafortën. Asnjëherë. Atëherë cili nga ne ka akses të hyj prokurorit atje dhe t'ja marrë. Se kuptova që po flisim për çështjen tuaj. Se dia që kemi ardhur tankojmë për telefonat, është një çështje tjetër tema më duket e emisionit. Jo, e po ishim tek kjo sepse mos e kalojmë tek mos rakordimi i institucioneve. Çfarë problematike, zonja, çfarë problematike ka hasët kryesisht në hetimin e grupeve? Problematike dhe kriminale. Varet se si është grupi. Grupet e strukturuara mund të jenë të strukturuara dhe të organizuara brenda territorit të Republikës Shqipërisë, mund të jenë dhe që funksionojnë dhe jashtë territorit të Republikës. Funksionojnë brenda dhe jashtë. Janë të lidhur me grupe kriminale të huaja jashtë apo me grupe shqiptare që